Ringjallja. Çështja e ringjalljes. Duke qenë se çështja e ringjalljes, gjykimit, rikthimit të vdekurve në jetë pas shprishjes, coptimit edhe përzierjes së trupave të tyre me pjesët e tokës, është prej çështjeve problematike të besimit. Çështja e saj është si çështja e teuhidit, veçimit të Allahut në adhurim, në aspekti i të çuditurit dhe të habiturit. Kjo gjë që ju është dukur e jashtëzakonshme, u bë shkak që ata të cilët e mohojnë në ringjalljen të çuditen me ata të cilët besojnë dhe e pohojnë atë. Allahu i lartësuar thot duke sqaruar se si çuditen ata mohues. Kaf. Betohem për Kuranin e lavdishëm. Jo, por habiten se atyre u ka ardhur një këshillues, Muhamedi nga mesi i tyre. Kështu mosbesimtarët thonë, kjo është diçka shumë e çuditshme. Vallë kur ne të vdesim edhe të jemi bërë pluhur, a do të ringjallemi? Ai është një kthim i largët. Surja Kaf 1:3. Prandaj Kurani ka ndjekur metoda të ndryshme për vërtetimin e ringjalljes. Ndonjëherë përmend dyshimin, pastaj e refuzon atë. Ndonjëherë përmend fillimisht argumentin dhe pas drejtimit të tij, ai e sjell atë si çështje. Ndonjëherë njofton për ringjalljen dhe për gjykimin, në një njoftim tepër të prerë dhe bindës, duke mos e zgjatur argumentin sepse ai është i qartë. Metoda e Kuranit të lartë në shpjegimin e kësaj çështje është qartësuar në atë lloj mënyre që instikti i njeriu të pranon. Është e lehtë dhe e qartë, nga se ai është fjalim që i drejtohet natyrës së pastër njerëzore. Fjalim ky që natyra e tij njerëzore e arrin ta konceptojë e ta kuptojë. Kurani i lartë i ka kushtuar rëndësi çështjes së ringjalljes, ashtu sikurse i ka kushtuar rëndësi edhe teuhidit. Ashtu sikurse janë të shumta ajetet treguese për vërtetimin e ekzistencës së Zotit dhe teuhidit të tij, po ashtu ajetet që vërtetojnë në ringjalljen dhe që theksojnë ndodhin e saj janë të shumta. Argumenti i jo besimtarve. Argumenti më i madh i mohuesve të ringjalljes, ose më mirë të themi dyshimi më i madh që ata kanë, është konsiderimi larg mundësive i rikthimit të këtyre trupave, po ashtu siç kanë qenë pas shprishjes dhe coptimit të trupit, pas përzierjes së trupit me pjesët e tokës dhe pas shëndrimit të trupit në pamje të dheut. Pra si është e mundur që trupat të rikthehen po në atë gjendje që ishin më parë. Kjo është diçka e çuditshme dhe habitshme tek logjika e mohuesve. Të folurit për të është rrëfim përrallë, ndërsa ai i cili e pohon atë është ose njëri që shpif për Allahun gënjeshtër, ose është njëri i çmendur dhe i marr. Marzia e tij ja ka përfituar këtë dhe e ka bërë që kjo të buroj prej gjuhës së tij. Një poet është shprehur për këtë mohim se të folurit për të është rrëfim përrallë me fjalën e tij. Thënia se ka një jetë më pas vdekje, më pas ringjallje, është një përrallë o nëna e Amrit. A na premton ne i biri i Kepshas, Muhamedi, se do të ringjallemi? Si vallë është jeta e jehonave të trilluara. Allahu i lartë madhërishëm thot duke njoftuar për këtë mohim kryeneçe intensiv dhe duke njoftuar për akuzën që ata i bënin besimtarve se gjoja ishin të çmendur ose shpifnin për Allahun gënjeshtër. Dhe ata që nuk besojnë thonë, aty çojmë ju te një njeri, Muhamedi, i cili do t'ju rrëfej se kur ju të shprisheni plotësisht e të jeni bërë dhe e plur sa ndej këndej, atëherë ju do të ribëheni në një krijim të ri. A ka trilluar ai Muhamedi gënjeshtër ndaj Allahut apo mos ka çmenduri? Jo, përkundrazi, ata që nuk besojnë në jetën e përtejme janë vetë në dënim edhe në gabim tepër të largët. A nuk e shohin ata çfarë ka para tyre dhe çfarë ka pas tyre nga qielli dhe nga toka? Po të duam ne, do ta fundosim tokën bashkë me ta, ose të bëjmë që një pjesë prej qiellit të bjerë mbi ta. Vërtet që në këtë është një shenjë treguese për çdo besimtar të vërtetë të vendosur dhe që i kthehet Allahut për çdo gjë me nënshtrim e pendim. Surja Sebe 7:9. Mosbesimtarët e fisit Kurejsh
janë çuditur prej këtij fjalimi, të cilin logjika e tyre nuk arriti ta konceptojë. Ata menduan se ky rikrijim është kotësi, sepse të folurit për ringjalljen e trupave për shpërblimin e veprave të tyre të kësaj bote është thjesht një përrall, ose është gënjeshtër dhe shpifje që i mvishet Allahut, ose këtë rrëfyes e ka kapluar marzia dhe ajo e ka bërë atë që të burojë prej gjuhës së tij këtë gjë të çuditshme e të habitshme. Prandaj ata vazhduan t'i flasin njëri tjetrit me ato fjalë që në ka treguar Allahu. Aty qojmë ju te një njeri, Muhamedi, i cili do t'ju rrëfej, do me thënë që t'ju tregoj dhe t'ju njoftoj për ato gjëra që ju abisin për shkak të jashtë zakonshmërisë së tyre. Ajo është se kur trupat tuaj të jenë të shprishur e të coptuar, pasi të jenë përzier me pjesët e tokës dhe pasi të jeni shndruar në dhe, atëherë ju, pas gjithë kësaj, do të ribëheni në një krijim të ri. Do me thënë, do të krijoheni në një krijim të ri dhe do të ktheheni ashtu siç ishit. Pas kësaj habitje, ata thanë, ky fjalim që e ka burimin prej këtij njeriu, Muhamedit, nuk është gjë tjetër veç se një gënjeshtër dhe shpifje që ai ja ka mbeshur Allahut. A ka trilluar ai Muhamedi gënjeshtër ndaj Allahut, apo thënësit të kësaj fjale? I është marrë mendja dhe se çmenduria e tij e bën atë me iluzione për këtë çështje, më pas kjo e ka bërë atë që të rrjedh prej gjuhës së tij, apo mos ka çmenduri? Allahu i lartësuar nga çdo emet e ka sqaruar se çështja nuk është ashtu siç ata e kanë përmendur. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk shpif për Allahun, po ashtu, atë nuk e ka prekur ndonjë çmenduri. Kjo vlen për vetë ata, sepse mosbesimi në jetën tjetër, e cila rrjedhon prej mosbesimit në fuqinë e Allahut, është pikërisht ajo e met në mendje, është humbje tepër e madhe nga të kuptuarit, e të konceptuarit të fuqisë së krijuesit dhe të madhështisë së urtësisë së tij, sidomos argumentet për fuqinë për këtë gjë janë të dëshmuara dhe të dukshme. Më pas Allahu i ka përmendur me këto argumente. A nuk e shohin ata çfarë ka para tyre dhe çfarë ka pas tyre nga qielli dhe nga toka? Po të duam ne, do ta fundosim tokën bashkë me ta, ose të bëjmë që një pjesë prej qiellit të bjerë mbi ta. Vërtet që në këtë është një shenjë treguese. Surja Sebe 9. Domethënë është një shenjë treguese e qartë për fuqinë e Allahut. Pra si ka mundësi që atyre ju duket e pamundur rikthimi i atyre trupave të dobta pas shprishjes së tyre, ndërkohë që ai ka krijuar këto shenja treguese madhështore si qielli dhe toka. Kjo është argument për ringjalljen, sepse kjo gjë tregon për përsosmërinë e fuqisë. Prej aftësisë së tij është që ai ta krijojë njeriu dhe ta sjellë atë përsëri në ekzistencë. Ai e ka shoqëruar këtë argument së bashku me kërcënimin. Ai ka thënë, po të duam ne, do ta fundosim tokën bashkë me ta, ose të bëjmë që një pjesë prej qiellit të bjerë mbi ta. Surja Sebe 9. Më pas Allahu i lartësuar na ka sqaruar se ai i cili përfiton prej këtyre shenjave treguese është ai i cili i kthehet Zotit të tij me pendim, dhe jo ai i cili vazhdon me kokfortësinë dhe fantazimin e tij. Allahu i lartësuar thot, vërtet që në këtë është një shenjë treguese për çdo besimtar të vërtet e të vendosur, dhe që i kthehet Allahut për çdo gjë me nënshtrim e pendim. Surja Sebe 7:9. Metodat që ka ndjekur Kurani i lartë për vërtetimin e ringjalljes. Kemi përmendur në hyrje të studimit se Kurani i lartë në trajtimin e çështjes së ringjalljes dhe shpërblimit ndonjëherë tregon dyshimin e mohuesve dhe më pas e refuzon atë. Ndonjëherë përmend së pari argumentin për ringjalljen dhe pasi të jetë vërtetuar e sqaruar, atëherë ai e sjell si çështje. Ndonjëherë njofton për ringjalljen dhe shpërblimin me një njoftim të prerë e bindës, duke e trajtuar shkurtimisht argumentin për shkak të qartësisë së tij. Duke qenë se Kurani i lartë ka përfshirë në vetvete ajete të shumta që e trajtojnë këtë temë, ne do të paraqesim disa shembuj në metodat e përmendura, sepse është e pamundur që të grumbullojmë të gjitha ajetet në këtë hulumtim.
1. Metoda e parë. Paraqitja e dyshimit edhe më pas refuzimi i tij. Ne kemi theksuar në parathënie për dyshimin më të madh të mohuesve të ringjalljes, i cili është konsiderimi i ringjalljes diçka larg mundësive të realizimit. Ata thanë, si është e mundur rikthimi i trupave në po atë gjendje normale në të cilin kanë qenë, pasi të jetë shndruar në dhe. Kjo është diçka e palogjikshme tek ata. Në shembullin që vijon do të paraqitet, ky dyshim si edhe do të vijojë sqarimi i mohimit edhe çuditjes së tyre me ata të cilët besojnë në ringjallje. Më pas do të vijojë përgënjeshtrimi i këtij dyshimi, do të vijojë sqarimi me argumente të qarta e të dëshmuara për falsifitetin e këtij dyshimi. Shembulli i parë prej metodës së parë. Allahu i lartësuar thot duke na treguar çuditjen e paganëve për ndodhinë e ringjalljes, për pamundësinë e saj dhe për habitjen e tyre me këtë çështje dhe me ata të cilët e pohojnë këtë. Kaf, betohen për Kuranin e lavdishëm. Jo, por habiten se atyre u ka ardhur një këshillues, Muhamedi, nga mesi i tyre. Kështu mosbesimtarët thonë, kjo është diçka shumë e çuditshme. Vallë kur ne të vdesim edhe të jemi bërë pluhur, a do të ringjallemi? Ai është një kthim i largët. Surja Kaf 1:3. Allahu i lartë madhëruar është betuar në Kuranin e lartë në të cilin nuk hyn e kota as nga para, as nga prapa, i cili është i zbritur nga Allahu, më i urti, më i denjë dhe zotëruesi i të gjitha lavdërimeve. Shkaku për të cilën është betuar është përmbajtja e asaj që vijon pas betimit. Ajo është vërtetimi i profecisë dhe ringjalljes. Më pas, ai tregon për habitjen e paganëve ndaj faktit se atyre u ka ardhur një këshillues nga mesi i tyre, se u ka ardhur një njeri nga vetë lloji i tyre, dhe se nuk ishte prej një lloji tjetër, si për shembull me lajkët, ëngjëjt. Më pas vijon ajo e cila është akoma më e çuditshme, se sa pretendimi i profecisë, është njoftimi i këtij të dërguari se pas kësaj jete do të ketë një jetë tjetër. Është ngritja e tyre të gjallë prej varreve për herë të dytë, në mënyrë që ata të gjykohen dhe të shpërblehen për veprat që kanë bërë në jetën e kaluar. Si vallë është i mundur ky gjykim, pasi trupat e tyre të jenë shprishur plotësisht dhe të jenë shndruar në dhe. Rikthimi i trupave për së dyti është larg mundësive dhe e pamundur sipas besimit të tyre. Vallë kur ne të vdesim edhe të jemi bërë pluhur, a do të ringjallemi? Ai është një kthim i largët. Surja Kaf 3. Mirë po, kjo gjë për të cilën ata flasin, për cilin është e pamundur? A është e pamundur për fuqinë e Zotit, i cili kur dëshiron të bëhet diçka, ai vetëm i thot, bëhu, dhe ajo bëhet në çast, pa u ndalur nga diçka tjetër. Apo është e pamundur për fuqinë e tyre të paaftë? Aktualiteti na tregon se ata flasin për veten e tyre. Atyre ju duket e pamundur që të ndodhë ringjallja, sepse menduan se fuqia e Allahut i ngjason fuqisë dhe aftësisë së tyre. Ata krahasuan fuqinë e Allahut me fuqinë e tyre. Kjo është një analogji e kotë sipas intelektualëve, sepse është krahasim i të papranishmit me të pranishmin. Prandaj Allahu i plot fuqishëm na e ka përshkruar këtë mendim të gabuar në fjalët e tij, dhe ai na solli neve shembull, ndërsa e harron krijimin e vet. Një i tillë thot: kush do t'u jap jetë këtyre kockave kur të jenë kalbur e të jenë bërë pluhur? Surja Yasin 78. Prandaj logjika e tyre e mohoi këtë çështje dhe e llogariti si të pamundur, përndryshe sikur ata të mos kishin vështruar me këtë shikim të mangët, po të meditonin në fillimin e krijimit të tyre dhe në ato shenja që kanë para, të cilat na tregojnë për fuqinë hyjnore, fuqi e cila është e aftë për të bërë çdo gjë, kurdo qoftë. Atëherë kjo fjalë keqe e tyre nuk do të buronte prej tyre. Pasi Allahu i lartësuar e ka përmendur dyshimin në të cilin ata bazohen, atëherë ai fillon duke i refuzuar dhe thot: ne e dim atë që toka tret prej tyre, prej trupit të vdekur të tyre, dhe tek ne është një libër i ruajtur mirë, por ata e kanë mohuar të vërtetën Kuranin, kur ai u ka ardhur atyre.
kështu që ata janë në gjendje hutimi. A nuk e kanë parë qiellin mbi ta? Si ne e kemi ndërtuar atë dhe zbukuruar, dhe nuk ka asnjë të qarë në të. Edhe tokën, ne e kemi shtrirë atë, dhe kemi vendosur në të male që qëndrojnë fort, si dhe kemi sjellë në të çdo lloj bime të mrekullueshme në çift, një ndriçim edhe përkujtues për çdo rob që i kthehet Allahut, që i plotson detyrimet me nënshtrim ndaj tij, dhe që gjithnjë kërkon faljen e tij. Dhe ne zbresim ujë të bekuar nga qielli, pastaj ne rrisim me të kopshte dhe drith që rritet e korret, edhe hurma të larta, me vile të renditura palë, risk, furnizim e mirësi për robin e Allahut. Dhe ne i japim jetë me të me shiun një toke të vdekur. Kësaj do tjetë ringjallja e të vdekurve. Surja Kaf 4:11. Shi në këto ajete se Allahu i lartmadhëruar ka mbledhur disa argumente abstrakte dhe konkrete. Këto ajete i drejtohen logjikës edhe ndjell me ta ndërgjegjen. Argumentet abstrakte, logjike, Allahu i lartësuar nga çdo emet ka sqaruar në ajetin e parë se kjo nuk ka pse të mohohet edhe pse të çuditet prej saj. Rikthimi i trupave ashtu siç ishin në fillim, pas shprishjes edhe përzierjes së tyre me pjesët e tokës, është diçka e lehtë për fuqinë e Zotit. Kjo është kështu, sepse rikthimi i diçkaje që i ka pjesët e ndara dhe të shprishura, apo rikthimi i asaj që është shndruar në një tjetër pamje, si për shembull shndrimi i trupit njerëzor në dhe, varet nga dy gjëra. Dituria, se ku janë ato pjesë të shprishura, apo dituria për atë formë që është ndryshuar nga forma e saj fillestare. Aftësia, fuqia për t'i rikthyer ato pjesë, apo aftësia për t'i rikthyer në po atë pamje të mëparshme. Ajeti i lartë na ka sqaruar se dituria e Allahut është gjithëpërfshirëse. Allahu i lartësuar e di se ku kanë shkuar ato pjesë dhe se si janë shprishur. Dituria e tij ka përfshirë çdo gjë që ekziston, qoftë e madhe apo e vogël. Madje dituria e tij ka përfshirë edhe atë që toka tret prej trupave të vdekur, prej mishit dhe eshtrave. Përderisa kjo gjë është e ditur tek Allahu, është e shkruajtur dhe e ruajtur, siç ka thënë. Ne e dim atë që toka tret prej tyre, prej trupit të vdekur të tyre, dhe tek ne është një libër i ruajtur mirë. Surja Kaf 4. Atëherë si është e mundur që atyre ju duket e çuditshme ringjallja e tyre ashtu siç ishin? Është transmetuar në Sahihiun e Bukhariut nga hadithi e Ebu Hurejres se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ndërmjet dy fryrjeve të surit do të jenë 40. Njerëzit e pyetën: o Ebu Hurejra, a janë 40 ditë? Ai tha: e bejtu. Ata e pyetën: a janë 40 vite? Ai tha: e bejtu. Ata e pyetën: a janë 40 muaj? Ai tha: e bejtu. Çdo gjë e trupit të njeriut shpërbëhet, përveç kockës së unazës së fundit të kërbishtes. Prej kësaj kocke do të ribëhen krijesat ditën e Kiametit. Ky hadith na tregon se trupi i njeriut tretet në tokë përveç kësaj pjese, e cila është kërbishti, për të cilin është thënë se është si fara e hardallit dhe se prej këtij do të ribëhet njeriu. Ai do të vazhdojë të qëndrojë ashtu siç është. Shumica e dietarëve e kanë pranuar këtë hadith sipas pamjes së jashtme të tij, ndërsa El Mezni ka kundërshtuar dhe ka thënë se fjala përveç arabisht e ka kuptimin dhe. Si konkluzion, kuptimi i hadithit është se edhe kërbishti do të zhduket. Fjala e tij është e papranuar, sepse në transmetimin e Muslimit ka ardhur sqarimi se toka nuk e tret atë kurrë. Teksti i transmetimit në Sahihun e Muslimit është kështu, nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë: i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: vërtet se te njeriu ka një emër, të cilën toka nuk e tret kurrë, dhe se prej saj do të ribëhet në ditën e Kiametit. Njerëzit pyetën: o i dërguari i Allahut, cila është ajo eshtër? Ai tha: ajo është kërbishti.
Ky është argumenti për diturinë gjithëpërfshirëse të Allahut, ndërsa argumenti për fuqinë dhe aftësinë e rikthimit është sqaruar në ajetet që vijojnë. Ato janë ajetet që përmbajnë prova konkrete të vëzhguara, siç është krijimi i qiellit dhe i tokës. Pra, ai i cili është në gjendje t'i krijojë ato të dy, pavarësisht madhështisë së tyre, është më përparësor që të jetë në gjendje të rikthejë njeriu në dobët. Për më tepër, rikthimi i të vdekurit është prej gjërave të mundshme. Logjika nuk e ndalon se ai i cili është në gjendje të sjellë në ekzistencë së pari, është në gjendje që ta rikthejë për së dyti. Kjo është prej gjërave të mundshme që logjika e pastër nuk mund ta mohojë. Pasi Allahu ua ka sqaruar atyre diturinë e tij gjithëpërfshirëse për grimcat dhe tërësitë, nga se ai që është i gjithditur për grimcat nuk i ka të fsheta tërësitë. Më pas, ai vazhdon të sqarojë shkakun e luhatjes së tyre për çështjen e ringjalljes. Ai ka sqaruar se shkaku i luhatjes së tyre është përgënjeshtrimi që ata i bëjnë të vërtetës, kur ajo u vjen atyre, nga se njoftimet për të janë të vërteta, ndërsa ai i cili ka njoftuar për të e thot të vërtetën. Allahu i lartësuar ka thënë, por ata e kanë mohuar të vërtetën Kur'anin, kur ai u ka ardhur atyre, kështu që ata janë në gjendje hutimi. Surja Kaf 5. Do me thënë, ata janë në gjendje të luhatur dhe të paqëndrueshme. Argumentet konkrete, pasi Allahu i lartësuar ka përmendur diturinë e tij gjithëpërfshirëse, më pas shkakun e luhatjes së tyre në çështjen e ringjalljes, ai u drejtua për te një tjetër lloj argumenti. Ato janë argumentet konkrete që na tregojnë për përsosmërinë e fuqisë së tij. Allahu i lartësuar thot duke i refuzuar ata që nuk marrin në konsiderat këto argumente që dëshmojnë për fuqinë e Zotit. A nuk e kanë parë qiellin mbi ta, si ne e kemi ndërtuar atë dhe zbukuruar, dhe se s'ka asnjë të qarë në të. Surja Kaf 6. Pra, a nuk po e shohin ata në krijimin dhe bukurinë e këtij qielli, poshtë të cilit janë ata? A nuk po shohin në përkryrjen e ndërtimit të tij? A nuk po shohin se si është zbukuruar me yje të palëvizshëm dhe të lëvizshëm? A nuk kanë përfituar për e këtij ndonjë argument që tregon për fuqinë e përsosur dhe që është e aftë të bëjë çdo gjë? A nuk po shohin në tokën mbi të cilën ata ecin, se si e ka shtruar dhe ka vendosur në të male që të mos luhatet së bashku me ta? A nuk po shohin në atë të cilën ne kemi mbirë prej llojeve të ndryshme të ushqimeve, si rizq, furnizime, mirësi për robërit e Allahut? Ai ka thënë, edhe tokën ne kemi shtrirë atë dhe kemi vendosur në të male që qëndrojnë fort, si dhe kemi sjellë në të çdo lloj bime të mrekullueshme në çift. Surja Kaf 7. Më pas Allahu i lartësuar na ka sqaruar se të gjitha këto shenja universale të cilat i ka sjellë në ekzistencë janë një ndriçime dhe përkujtues për çdo rob që i kthehet Allahut. Surja Kaf 8. Do me thënë që është i kthyer drejt Zotit të tij dhe që është meditues rreth përsosmërisë së krijimit të tij. Më pas ai vazhdon me argumentet konkrete për ringjalljen, duke u sjellë atyre shembullin e ringjalljes së tokës pas vdekjes së saj. Ai ka thënë, dhe ne zbresim ujë të bekuar nga qielli. Pastaj ne rrisim me të kopshte dhe dridh që rritet e korret, edhe urma të larta me vile të rënditura palë, rizq, furnizime, mirësi për robërit e Allahut. Dhe ne i japim jetë me të shiun, një toke të vdekur, kësaj do tjetë ringjallja e të vdekurve. Surja Kaf 10-11. Allahu ka sjellur këtë shembull atyre të cilëve e mohojnë ringjalljen, duke e krahasuar ringjalljen me atë çka shohin prej gjendjes së tokës përpara zbritjes së shiut, ndërkohë që ajo është e shkretë dhe shterp. Kur asaj zbret shiu, atëherë ajo gjallërohet, kryhet edhe lëshon filiza çift nga çdo lloj mrekullueshëm, domethënë me një pamje të bukur. E gjithë kjo, pasi ajo ishte e thatë dhe e pamundur për të mbirë në të, atëherë ajo filloi të gjallërohet e të gjelbërohet.
Ky është shembulli i ringjalljes pas vdekjes. Prandaj Allahu i lartë madhërisëm thotë: "Kësaj do të jetë ringjallja e të vdekurve." Surja Kaf 11. Do me thënë Allahu do t'i ringjalli të vdekurit, ashtu si kurse ndjerja e bimëve prej tokës. Ai do t'i ndjer ata prej varreve të tyre të gjallë për të dhënë llogari, për t'u shpërblyer dhe për t'u dënuar. Këto gjëra që duken me anë të shqisës, siç është krijimi i qiellit e i tokës, janë prej gjurmëve të fuqisë së Allahut të lartësuar. Ato janë më madhështore se sa ringjallja, që kanë mohuar ata. Allahu i lartësuar ka thënë: "A nuk e shohin ata se Allahu, i cili krijoi qiejt edhe tokën, dhe nuk ndjehu as pak lodhje nga krijimi i tyre, se ai është i Zoti të ngjallë të vdekurit?" Po, sigurisht, vërtet që ai është i Zoti për të bërë çdo gjë. Surja Ahkaf 33. Edhe ringjallja e tokës pas vdekjes së saj, siç ka thënë i lartësuari, dhe nga shenjat e tij është edhe kjo: ju e shihni tokën ndjerë, po kur ne zbresim ujë mbi të, ajo zgjohet në jetë dhe gjallëron, e rrit bim. Vërtet se ai i cili i jep asaj jetë, padyshim që është i Zoti t'u jap jetë të vdekurve ditën e ringjalljes. Vërtet që ai është i Zoti për të bërë çdo gjë. Surja Fusilet 39. Pra sikur se kemi parë në këtë paraqitje të argumenteve të Kuranit të lartë për vërtetimin e ringjalljes, këto argumente nuk lën vend të dyshojë ai i cili ka logjik instikte të shëndosh për mundësinë e realizimit të ringjalljes dhe për mosqenien diçka e jashtëzakonshme. Anasjelltas, ata mohues nuk kanë asnjë argument ku të bazohen, përveç çuditjes së bazuar në iluzione dhe hamendje, siç ka thënë i lartësuari. Dhe ata hamendsuan siç hamendsuat ju, se Allahu nuk do të ringjallë ndonjë njeri. Surja Gjin 7. Kjo nga se nuk ka ndonjë dituri të sigurt për ndalimin e ringjalljes pas vdekjes dhe për pamundësinë e saj, por ka thjesht hamendësi me iluzion të buruar prej përgënjeshtrimit të tyre ndaj të vërtetës që ka ardhur prej Allahut të lartë madhëruar. Allahu është i vërteti, dhe fjala e tij është e vërteta. Nuk ka përveç të vërtetës veç humbje të qartë. Prandaj përgënjeshtruesi i së vërtetës është i luhatur. Nuk ka ndonjë themel të fortë ku të bazohet. Allahu ka thënë: "Por ata e kanë mohuar të vërtetën, Kuranin, kur ai u ka ardhur atyre. Kështu që ata janë në gjendje hutimi." Surja Kaf 5. Do me thënë, ata janë të luhatur dhe të paqëndrueshëm.